3 jetë u shuan brenda pak qastesh dhe pas tyre mbeti vetëm dhimbja. Një aksident tragjik në rrugën nga pika kufitare Blac drejt Shkupit i mori jetën 3 qytetarëve nga Kosova, duke lënë pas familje të shkatruara dhe një lajm që preku zemrat e shumë njerëzve. Pas kësaj tragjedie, familjarët reaguan me një mesazh prekës në rrjetet sociale, ku konfirmuan humbjen e Ejupit, Fatmirës dhe Xhenetës. Në mesazhin e tyre shkruhet: me zemër të thyer dhe me pikëllim të thellë, ju njoftojmë se si pasojë një aksidenti të rënd në Maqedoninë e Veriut, nipi ynë Ejupi, mbesa jon Fatmirja dhe kunata jon Xheneta kanë marrë udhën e amshimit. 3 shpirtra të bardhë ju bashkuan parajsës, ndërsa neve na mbetet t'i kujtojmë me dashni dhe të lutemi për ta. Një mesazh që ka prekur mijëra qytetarë dhe është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale. Familja ka bërë të ditur se detajet për ceremoninë e varrimit do të njoftohen në një moment tjetër. Sipas informacioneve të publikuara nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut, aksidenti ndodhi mbrëmjen e 19 korrikut 2026, rreth orës 22:35 në aksin rrugor Blac-Shkup. Autoritetet janë njoftuar se një vetur Mercedes me targa gjermane ishte përmbysur në rrugë. Kur ekipet e policisë dhe ndihmës së shpejtë mbërritën avengjarje, brenda automjetit gjetën 3 persona pa shenja jete, një mashkull dhe 2 femra. Mjekët konfirmuan vdekjen e tyre në vend, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat që quan në këtë aksident fatal. Ngushëllime të sinqerta familjeve të viktimave.